Lavdi Perëndis që arritëm kësaj shërbese, pra himnin e plot, akathistin, një nga shërbesat më të bukura që ka Kishën Ortodokse, nga poezit më të bukura që Kisha Ortodokse në thesaret e saj shpirtërore ja ka përkushtuar tërshenjtë Vigjeshës Zonjë Shëmari, të cilët ne të krishterë ortodoks i përkushtohemi asaj, i këndojmë asaj, e falenderojmë atë, i lutemi asaj që të na shpëtoj me mëshirën e birit të saj, Zotit tonë Jezu Krisht. Kjo shërbes, siç neve e kemi kënduar gjatë gjithë këtyre javëve të kreshme, dhe në javën e 5 të kreshmës, siç jemi e këndojmë të plot, është një shërbes që nuk këndohet vetëm në këtë periudhë, por tradita e Kishës Ortodokse na tregon se kjo shërbes këndohet çdo ditë. Pra çdo ditë, për ata të cilët kanë mundësi dhe kanë devocion, kanë përkushtim, çdo ditë në pasdarkën, mbas simbolit të besimit, ne mund të këndojmë këto himne drejtuar Zonjës Ylince. Pra jo të gjithë shërbesën e himnit akathist, por to stancat, 4 qëndrimet. Dhe kjo është një traditë e lashtë e krishterëve ortodoks dhe është diçka shumë e mirë. Në një shfaqje të tërshenjtës Vigjeshës Zonjë Shëmari, ajo është shprehur se ata të cilët çdo ditë do më këndojnë himnet e kësaj shërbese, patjetër që unë do të ndihmoj ata në këtë jetë dhe sidomos kur të dalë shpirti tyre dhe të paraqiten përpara gjykatores së Zotit Krisht. Prandaj është në të mirën tonë që këto himne t'i mësojmë. Madje shumë krishterë dinë përmendësh dhe i thonë, si thash, çdo ditë, çdo darkë. Jo vetëm një herë, por ka njerëz që i thonë shumë herë gjatë ditës. Tregohet në manastirin e Ivironit, në malin e shenjtë, ndodhi një çudi. Murgjit po shikoni që në mes të detit një shtyllë e madhe drite shkëlqente dhe tregonte një objekt të ndritshëm. Murgjit kuptuan se ishte një shenjë nga Perëndia. U përpoqën që me varka të hynë brenda në det për të parë nga afër këtë mrekulli, këtë shenjë, por dëgjuan një zë. Askush mos të afrohet, vetëm Gabrieli. Gabrieli ishte një murg i thjesht, që i cili nuk binte në sy, por a ishte i pëlqyer tek Perëndia dhe tërshenjta Vigjesha Zonja Shëmari. Dhe murgu Gabriel, që është shenjtor, kishte tradit që çdo ditë ta këndonte himnin akathist, madje ta thoshte shpeshherë gjatë ditës. Kjo e bëri atë të privilegjuar dhe atëre murgu Gabriel, duke falenderuar Perëndin, bëri shenjën e kryqit dhe eci mbi det. Dhe shkoi dhe mori ikonën, një ikonë mrekullibërse, e cila ishte hedhur në det para 2 shekujsh. Pra kur ishte përndjekja kundër ikonave, dhe këtë ikonë, që quhet Porta Itisa, e kishte hedhur një grua, një zonjë, në det që mos ta merrte perandori për ta mbajtur si stoli për oborin e tij, për pallatin e tij, dhe djalin e saj i tha, shko birë, shko streor në malin Athos. Ishte kohë e vështirë, ishte kohë e përndjekjes të ikonodulve, të atyre që nderonin ikonat. Dhe ky djalosh kishte vajtur në malin shenjtë, ishte bërë murg dhe kishte thënë këtë histori që bashkë me nënën ne hodhëm një ikonë, e ishte e veshur me arë në det dhe nuk e dim çfarë ndodhi. Po kishin kaluar 2 shekuj dhe mbas 2 shekuj ikona u shfaq. Dhe murgu Gabriel e mori këtë ikonë dhe vendosi në breg. U mblollën të gjithë dhe filluan të bëjnë himne ndaj tërshenjtës, ranë këmbanat dhe morën ikonën dhe futën brenda në kish. Po të nesërme në mëngjes, ikona dilte
tek porta e manastirit. Menduan se dikush e ka marrë dhe ka nxjerrë tek porta, por përsëri e futën brenda ikonën dhe përsëri ikona u gjend jashtë. Atëre të shenjta Virgjëresha Mari i tha murgut Gabriel: "Unë erdha që t'ju mbroj dhe ju të më mbroni mua." Dhe vërtet ikona qëndroi tek porta e manastirit, aty pasaj u bë dhe një kish dhe quhet Porta Itisa, ikona që qëndron tek porta dhe është ikona mbrojtëse e malit të shenjtë. Madje është një profeci që kur ikona të largohet nga mali i shenjtë ashtu siç erdhi në malin e shenjtë, atëre do t'rregoj shenjë nga Perëndia se të gjithë murgjit duhet largohen nga mali i shenjtë, se ka vendosur Perëndia ta përmbysi Athosin, malin e shenjtë, që mos bjerë në duart e antikrishve. Pra flet për kohën e fundit. Kështu që kjo ikonë kur nuk ka dalë nga mali i shenjtë, por është një ikonë në manastirin e Iveronit. Dhe çfarë duhet them? Këtë ikonë e nxori në breg murgu Gabriel, i cili kishte tradit që të thoshte himnin akathist disa herë gjatë ditës. Këtë himn që neve e tham gjatë tyre javëve të kreshme. Por le të tregojmë dhe një tjetër histori. Historinë e pazakontë. Njëherë në një anije u shfaq një oshënar. Ai oshënari i tha kapitenit të anijes, i cili ishte një pirat: "Nxirre gjithë ekuipazhin këtu." Edhe ai pranoi dhe nxori gjithë ekuipazhin për ta paraqitur përpara oshënarit. Por oshënari tha: "Të gjithë janë këtu? Mos mungon dokush?" "Po," tha ai pirati, që ishte kapiten. "Mungon," tha, "guzhunjeri. Thirrni guzhunjerin këtu." Edhe e thrasin guzhunjerin edhe shfaqet. Atëre oshënari bën kryqin vetes tij, ja bën guzhunjerit dhe i thot: "Thuaj, kush je ti?" Atëre u transformua dhe u shfaq një demon. "Unë nuk jam njeri," tha. "Unë jam një demon që më ka dërguar kryetari im te kjo anije piratësh, që të gjej kohën që t'i mbys këta pirat. Por nuk më ka lënë ky kapiteni, i cili çdo ditë thot himnin akathist." Ky kapiteni, edhe pse ishte pirat, njëri mëkatar, e kishte zakon, e kishte mësuar nga të parët e tij, nga familja e tij, që të thoshte himnin akathist. Dhe thoshte gjithmonë. Dhe shikoni, edhe pse ishte pirat, edhe pse ishte njëri mëkatar, edhe pse djalli ishte aty si një guzhënjer, nuk arrinte dot ta prekte, sepse nuk e linte Virgjëresha Zonja Shëmari për shkak të këndimit të himnin akathist. Ai shikoni se sa fuqi të madhe ka kur thuhet himni akathist. Këto përshëndetje që ne ja kushtojmë të shenjtët Virgjëreshës Zonja Shëmari. Prandaj, këto histori të kishës, që janë histori të vërteta, na mësojnë rëndësinë që ne duhet ta kemi, që jo vetëm gjatë këtyre javëve të kreshme që po mbarojnë, pra mbaron java e 5 dhe kemi dhe një javë të kreshmes dhe mbyllet gjithë kreshma dhe pastaj hym në javën e madhe të psimeve, jo vetëm këto javë ne ta themi të himnin akathist, por ta themi gjithkohë, siç thash edhe në fillim, në shërbesën e pasdarkës gjithmonë të fusim dhe himnin akathist. Është një ndihmës e madhe, është një mbrojtje e madhe, është një siguri e madhe në këtë jetë dhe në përjetësi. Dhe të gjithë ato që përshëndetje që ne i themi Virgjëreshës Zonja Shëmari, gëzo i plote, ajo na i kthen neve, ne na jep nga gëzimi që ajo ka. Dhe kështu dhe ne marrim pjesë në gëzimin e asaj në këtë jetë dhe urojmë që ta kemi këtë gëzim në përjetësi. Që ashtu si ajo është qenia më e gëzuar mbas Perëndis, edhe neve të mund të arrijmë që me mëshirën e Zotit, me ndërmjetimin e saj, të bëhemi dhe ne qenie të gëzuar, që të gëzohemi gjithë jetën në përjetësi, ashtu si thotë dhe apostulli Pavli, gëzoni gjithmonë në Zotin. Amin.